Shqipëria në beton, kur propaganda e quan zhvillim atë që qytetari e përjeton si humbje. Nga jugu në veri, nga lindja në perëndim, Shqipëria po përjeton prej vitesh një val të pandalshme ndërtimi, betonizimi dhe ndërhyrjesh të thella në territor. Qeveria e paraqet këtë si tregues të zhvillimit, si provë të transformimit dhe si shenjë të një vendi që ecën përpara. Në krah të këtij diskursi zyrtar, një pjesë e mediave e përshkruajnë këtë realitet si bum investimesh, si modernizim të qyteteve dhe si hyrje të kapitalit në ekonomi. Por në anën tjetër, jo pak media vendase dhe europiane kanë ngritur prej kohësh pikpyetje serioze për natyrën e këtij modeli, për lidhjet mes ndërtimit, pushtetit dhe ekonomisë informale, si edhe për faktin se kush përfiton realisht nga ky transformim agresiv territorial. Pyetja thelbësore mbetet e thjeshtë: kush po përfiton nga betonizimi i Shqipërisë? Sepse nëse matësi fundit është jeta e qytetarit, atëherë përgjigjja duket gjithnjë më pak optimiste. Në pamje të parë, tabloja duket imponuese. Kullat të reja ngrihen në qendrat urbane, Bregdeti mbushet me resorte, rrugë, shëtitore, komplekse turistike e ndërtime rezidenciale. Në shumë qytete, ndërhyrjet urbanistike kanë ndryshuar fytyrën fizike të hapësirës. Propaganda zyrtare e ka përdorur këtë imazh si një nga kartat më të forta të suksesit. Shqipëria që ndërton, Shqipëria që modernizohet, Shqipëria që tërheq investime. Por gazetaria ka detyrimin të shohë përtej fasadës. Sepse zhvillimi nuk është vetëm çështje volumesh betoni, numri katësh apo kilometrash të shtruara me pllaka dekorative. Zhvillimi është, para së gjithash, cilësi jete. Është siguri sociale. Është strehim i përballueshëm. Është ujë i pijshëm, transport funksional, ajër i pastër, mbrojtje e hapësirës publike, ruajtje e natyrës, ekonomi prodhuese dhe respekt për komunitetin. Dhe pikërisht këtu fillon paradoksi shqiptar: sa më shumë shtohet betoni, aq më pak ndihet mirëqenia të shumica e qytetarëve. Çmimet e banesave janë rritur në mënyrë dramatike, duke i bërë qytetet gjithnjë më të papërballueshme për familjet e zakonshme dhe të rinj. Hapësirat publike po ngushtohen. Bregdeti po humbet karakterin e tij natyror nën presionin e interesave private. Fshatrat dhe zonat periferike shpesh shohin se si burimet e tyre natyrore, toka apo uji, futen në orbitën e projekteve që vendosen pa miratim real të komunitetit. Ndërkohë, Shqipëria vazhdon të humbas popullsi, të rinjt vazhdojnë të largohen dhe qytetari i zakonshëm e ndjen gjithnjë më pak veten pjesë të kësaj rilindjeje të shpallur. Kjo e çon debatin në thelb: a kemi të bëjmë me zhvillim të qëndrueshëm apo me një model ndërtimi që ushqen kryesisht një aleancë të ngushtë mes pushtetit politik, kapitalit të përqendruar dhe interesave klienteliste? Në shumë raste, ndërtimi në Shqipëri nuk është perceptuar si produkt i një vizioni afatgjat për territorin, por si instrument ekonomik dhe politik. Lejet e ndërtimit, planet urbane, dhënia e hapësirave strategjike, ndryshimet e destinacionit të tokës dhe ndërhyrjet në zona me ndjeshmëri të lartë mjedisore janë shoqëruar shpesh me dyshime, kundërshti publike, denoncime dhe mungesë transparence. Kjo ka prodhuar bindjen se territori po përdoret jo si pasuri kombëtare që duhet administruar me kujdes, por si aset për të konsumuar në funksion të interesave afatshkurtra. Në këtë kuptim, betonizimi nuk është vetëm fenomen urbanistik. Ai është fenomen politik. Ai flet për mënyrën se si pushteti e sheh vendin, jo si hapësirë të përbashkët ku duhet balancuar interesi publik me zhvillimin, por si një sipërfaqe mbi të cilën mund të projektohet kontroll, fitim dhe propagandë. Nuk është rastësi që ndërtimi është bërë kaq qendror në gjuhën e suksesit qeveritar. Betoni shihet, fotografohet, filmohet, inaugurohet. Ai krijon përshtypjen e lëvizjes dhe të progresit. Një shëtitore e re, një bulevard i rikonstruktuar, një kull që ngrihet, një resort që hapet, japin imazh. Dhe imazhi në epokën e propagandës vizuale ka vlerë politike të madhe. Por pikërisht këtu fshihet edhe rreziku, kur imazhi zëvendëson përmbajtjen, kur betoni zëvendëson politikat sociale, kur fasada zëvendin e drejtësisë territoriale, kemi të bëjmë me një zhvendosje të rrezikshme të vetë kuptimit të zhvillimit. Mjafton të shohësh realitetin për të kuptuar se jo çdo investim është automatikisht dobi publike. Një resort i madh në Bregdet mund të prodhojë fitim për pronarët dhe ekspozim për pushtetin, por kjo nuk do të thotë se prodhon mirëqenie të shpërndar për komunitetin. Një kull luksi mund të shtojë vlerën financiare të një zone, por njëkohësisht mund ta bëjë atë të papërballueshme për banorët ekzistues. Një ndërhyrje urbane mund të duket estetike, por nëse nuk zgjidh problemet themelore të qytetit, ajo mbetet kryesisht kozmetik politike. Në shumë vende europiane, debati për ndërtimin lidhet ngushtë me interesin publik, mjedisin, përfshirjen e qytetarëve, trashëgiminë dhe planifikimin afatgjat. Në Shqipëri, shumë herë, ky debat është zëvendësuar nga një logjik brutale e faktit të kryer. Projekti shpallet, propaganda ndizet, kritika etiketohet si pengesë ndaj zhvillimit dhe qytetari lihet të përballet me pasojat pasi gjithçka ka përfunduar. Në këtë model, përfituesit duket se janë të qartë. Përfitojnë aktorët e mëdhenj ekonomik që kanë akses në territor, në leje, në kapital dhe në mbështetje politike. Përfitojnë rrjetet e interesit që veprojnë në kufirin mes biznesit, politikës dhe administratës. Përfiton pushteti që shfaq betonin si provë pune. Përfitojnë ata që e përdorin territorin si mall, jo si përgjegjësi. Ndërsa shumica e shqiptarëve përfitojnë shumë më pak nga sa u premtohet. Ata përfitojnë trafik më të rënduar, qytete më të ngjeshura, çmime më të larta, më pak hapësirë publike, më shumë presion mbi mjedisin, më pak qasje në natyrë dhe një ndjenjë në rritje se vendi i tyre po ndryshon pa i pyetur. Në shumë raste, ata nuk janë pjesë e zhvillimit, ata janë spektatorë të tij, ndonjëherë edhe viktima të tij. Prandaj është legjitime të thuhet se Shqipëria nuk po përballet vetëm me një bum ndërtimi, por me një krizë modeli.
sepse kur një vend ndërton shumë, por prodhon pak drejtësi sociale, kur investon shumë në beton, por pak në njeriun, kur shet peizazhin si progres dhe hesht për kostot, kur reklamon qytete të reja ndërsa fshatrat zbrazen dhe familjet largohen, atëherë kemi të drejtë të dyshojmë se problemi nuk është mungesa e investimit, por natyra e tij. Shqipëria ka nevojë për zhvillim, askush nuk e vë këtë në dyshim. Por zhvillimi nuk mund të jetë sinonim i betonit të pakontrolluar. Nuk mund të jetë justifikim për shkatërimin e peizazhit, përjashtimin e qytetarit, privatizimin e së përbashkëtës dhe kapjen e territorit nga interesat e ngushta. Sepse një vend nuk bëhet modern vetëm duke ngritur kate. Bëhet modern kur ndërton institucione, rregulla, transparencë, barazi dhe besim. Në fund të fundit, historia e betonizimit shqiptar nuk është vetëm histori ndërtimesh. Është histori pushteti. Është histori e mënyrës se si një klasë politike dhe ekonomike e ka kuptuar zhvillimin jo si detyrim ndaj qytetarit, por si mekanizëm kontrolli, fitimi dhe ekspozimi. Dhe derisa kjo logjik të mos vihet seriozisht në diskutim, Shqipëria do të vazhdojë të mbulohet me beton, ndërsa qytetarit do t'i kërkohet ta quajë këtë fat. Por pyetja mbetet aty, e pashmangshme dhe therse, nëse vendi po ndërtohet kaq shumë, pse shumica nuk po jeton më mirë? Sepse ndoshta problemi nuk është sa shumë po ndërtohet Shqipëria. Problemi është për kë po ndërtohet.